Gjithmonë. Fëmia nuk është e vështirë për t'u lexuar. Çdo fëmijë ka mënyrën e vet për të treguar një parehati, minimalisht një parehati dhe maksimalisht një shqetësim shumë të madh, një vuajtje psikologjike dhe në nivel emocional. Pra gjithmonë prindri duhet ta shoh fëmijën se çfarë ka, domethënë e dallon ndryshimin edhe duhet është syri i parë që mund ta dallojë këtë dhe mund ta identifikojë një problematik apo identifikojë një ndryshim apo identifikon një shqetësim dhe më pas mund të kërkojë ndihmën e aleatëve të tjerë që ja rrethojnë për të marrë më shumë informacion, siç është mësuesit në shkollë, miq të tjerë të fëmijës, vëllezërit dhe motrat e tij, për të marrë sa më tepër informacion dhe më tepër të kërkuar ndihmë në pse jo edhe në specialist përkatës.